Përshëndetje, jam këtu në oborin e zyres së Patronato Inas Qizlin me zotin Petraq Zhymi Gadivjaka. Petraq, dua të bëj disa pyetje që dhe njerëzit e tjerë ta kuptojnë se është puna e përgjithshme e migrantëve, duke treguar për veten tënde. Sa vjeç je? Unë jam 68 vjeç. Po. Nga Divjaka, quhem Petraq Zhymi. Po. Ti jetuar në Itali? Po, kam Sa jetuar në Itali 13 vite. Po. Dhe me rregull më kanë hedhur 4 vite pikë 6. Po, pra jo tamam 5 vite punë, 4.6, diçka më shumë se 4 vite e gjysëm. Po. Për këto 4 vite e gjysëm që ti ke punuar në Itali, sa ne të doli pensioni në rast se do ta thuash? 206 euro. 206 euro. Të erdhin, do me thënë, të miratua sot, të erdhe ta marrësh vendimin nga INPS, ama për të të hyrë pensioni do të hyj me datën 1 maj, sot jemi në prill. 1 maj. Por dekorrenca, pra data e nisjes pensionit tënd do ishte që nga 1 korriku 2025-s. Pse që nga ajo datë? Sepse atë ka hyrë marrëveshja në fuqi. Po, herë marrëveshja në fuqi. Po, dhe ti je paraqitur këtu në zyrën tonë në datën 16/7/2025. Pra, po thuaj se para 10 muajsh. Dhe ti do t'i marrësh 206 euro herë 10 muaj, diçka më shumë se 2000 euro. Të gjitha bashkë apo jo? Sepse ti e bëre marrëveshjen këtu pranë zyrës sonë, do me kërkesën për pension në bazë të marrëveshjes që ekziston midis Shqipërisë dhe Italisë. Po, ti je nga Divjaka, jeton në Divjak tashmë? Komuna Remas, bashkia Divjak. Po, në çfarë zone të Italisë ke jetuar? Në Brescia. Brescia. Çfarë lloj pune ke bërë në Itali? Ndërtim. U ktheve, janë arsye personale pse e kthye, po Në ka kriza në 2008 edhe u ktheve. A je i kënaqur që hyri marrëveshja në fuqi? Pse them se me 4.6 vite i çikse vështirë të merr, jo i çik, po s'merr fare pension dikur para se marrëveshja të hyjë në fuqi në korrik të 2025-s. Jam shumë i kënaqur. E besoje që mund ta merrje? Po. Jo, po. Po apo jo? Po mirë. Atëre, Petraq, marrëveshja çfarë thot? Mjafton edhe 1 vit të kesh punë në Itali, ti e merr pensionin. Po, sa datës, Një vit, madje është një zotëri tjetër, por nuk e nxorëm në kamerë atë. Ai ishte me 1 vit 20 euro pension, as 18.9, pra rreth 19-20. Me 19 euro çfarë të bësh intervizë, do fillojnë qeshin gjithë me neve. Me ne, me ju, me situatën që me 1 vit 20 euro ku ti çosh pension. Gjithsesi 206 euro me 4.6 vite nuk është keq për ty, ëh? Po pension shqiptar merr? Para 230. Qa ke punuar në Shqipëri dikur? Se këto jetën tënë në Shqipëri nuk e të. Po ka punuar, bujësi kam bërnur, quhen tëra vitet e ushtrisë, bujësia, edhe kam edhe paguar, kam kontribuar edhe vite. Vullnetare, si bujk privat në zonën tënde, atë ku jenë Divjak. Kam 39 vite pune e 3 muaj. 39 në Shqipëri. Plus 4.6 në Itali, edhe i more 2 pensione, pension shqiptare, pension italian. Pa 200.000 lekë të vjetra në Shqipëri dhe 206 euro në Itali. Dhe kur jem fshat nuk jetohet keq, mendoj unë. Inshallah dhe mua më ka pleqëria në fshat, se do kisha shumë qef. Jam shumë i kënaqur. Edhe unë do isha shumë e kënaqur, do isha situatën tënde. Në fshat, në ajër të freskët, me pemë, me kopsht. Ju faleminderit shumë. Faleminderit të ty. Faleminderit ty që edhe. Ty kush të solli njerë këtë së? Jetë kam shoferin tim. A shofer? Po jo, kush të solli, dakon, shoferin të solli, po kush të solli për e të parë në korrik? Kush të njoftoj që të vije? Në zyrë. Dhëndre jeton në Itali? Jo, këtu më njoftoj. Bravo, Dhëndre, mirë. Dhëndri në moshë të re e ka njoftuar vjerin që të vitë bëj kërkesë për pension. Shumë mirë. Okej, të uroj shëndetet mira. Ki parasysh një gjë, Petraq, se ne nuk i folëm, se sa herë dhe tani dhe dolem direkt në kamerë. Në kamerë. Në celularin tim se s'është kamerë kjo. Duhet kesh parasysh që ne do takohemi minimalisht një herë në vit bashkë. Për të bërë gjallësën që jemi gjallë. Po, së themi do të atjetër. Edhe do të vi një formular në shtëpi ty. Kur të vjej formulari do më njoftosh mua që unë do të çoj pastaj të bëjmë procedura, do të çoj në ambasadë, të bëjmë procedura që e gjallë. Ndërsa, ndoshta mund të jetë situata që të bëjmë deklarim të ardhurash, po nuk e dim, do ta shohim me kalimin e kohës.
Në qoftë se në një moment caktuar nuk të vjen formulari në shtëpi, do më kontaktosh që unë të komunikoj me Citibank, e cila është një bank botërore ndodhet në Angli, dhe me urdhër të INPS-it, ajo do të ta çojë formularin, në qoftë se s'të vjen në shtëpi formulari, do më njoftosh mua që të kujdesem të vi formulari. Mirë? Në rregull. Çfarë do na thuash tjetër? Çfarë Po çfarë do themi? Kemi do punu i marrë thash pension tëra? kaq, çfarë themi më?